Përshëndetje vajzo, ktheva sërish me një tjetër video dhe siç mund ta kuptoni, është një video pak e veçantë sepse bëhet fjalë për një make-up për vajzat që mbajnë syze. Këtë ide më dha Ana, të përshëndes së dashur, dhe për vajzat e tjera, domethënë që mbajnë syze, uroj domethënë t'ju pëlqejë ky tutorial, por doja të thoya diçka para se të filloj tutoriali. Disa gjëra të rëndësishme që vajzat që mbajnë syze duhet të vërejnë tek vetja e tyre. E para gjë që duhet vërejnë janë vetullat. Siç e shihni, vetullat janë shumë të dizenjuara, pra janë vënë në pa. Se duke qenë se mbajmë syze, ju e shikoni, vetullat dalin në plan të parë, dhe nëse ato nuk janë të kuruara mirë, domethënë luku si keq. Tjetër gjë që do të thoya është se nëse jeni miope ose miope quhet, miope. Pra, ato vajza për shkakun që nuk shikojnë nga larg, si puna ime, jeni me fat sepse syri juaj nuk do të zmadhohet, kështu që mund të egzagjeroni pak me trukun. Për vajzat që janë hipermetrope, letët e tyre tendojnë ta zmadhojnë syrin. Pra, dhe nëse bëjmë një truk shumë të rënd, do të duken vetëm ato sytë si kukumjaç, dhe do të duket pak si e çuditshme pamja me ato sytë të mëdhenj. Kështu që për vajzat që kanë hipermetropi, nuk e di se thuhet kështu në shqip, por hipermetrop, pra që nuk shikojnë afër, ju këshilloj domethënë që të bëni një truk sa më të lehtë jetë e mundur. Mundësisht të vini vetëm maskara sipër dhe jo poshtë. Kurse për vajzat e tjerë që janë miope, janë me fat sepse syri i tyre nuk do të duket kaq i zmadhuar. Tjetër gjë që doja të thoja është se nëse keni montaturën e syzeve të çelur, si më ta thënë, një ngjyrë për shembull e zënë Leila ose roz, mundoni të bëni një truk sa më neutral të ngjyrave, për shembull kafe, bezh, të tilla ngjyra domethënë. Nëse keni montaturën si puna ime, pra pak e errët, mundoni që ta hapni syrin me ngjyra të kaltra, ngjyra të hapura, dhe siç kam bërë unë sot për shembull, që këtu sipër tek kapaku i syrit kam vënë një ngjyrë roz e zbet. Një gjë tjetër është zona këtu poshtë syrit, e cila duhet të jetë ndriçuar, sepse duke qenë se pak bie hija e syzeve këtu dhe pak kemi ne rraf e syve, bëhen sytë si panda, kështu që mbani këtë pjesën këtu shumë të shndritshme. Gjë e fundit që do të thoya është për sa i përket buzëve, mund t'i mbani nud ose mund të vendosni, siç kam vendosur unë sot, një buzëkuj shumë të ndezur. Kush mban syze, për shembull, dhe bën një tualet shumë të thjeshtë tek syt, mund të egzagjeroj pak me buzëkuqin, pra mund të vej ato tonet më të spikatura. Ose nëse nuk preferoni, më thënë, këto buzëkuj të ndezur, mjafton dhe një roz, një nud, një gjë domethënë e lehtë. Unë shpresoj domethënë që t'ju duket e këndshme ky look dhe ju lë në shikimin e tutorialit. Dhe pashim!